Brikena dhe Mateo kanë kurorzuar lidhjen e tyre simbolike brenda shtëpisë së famshme, duke i thënë po njëri tjetrit në një ceremoni dasme që u zhvillua sipas traditës së formatit. Momenti shumë përfolur u kthye në një nga skenat më të komentuara të sezonit, duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe ndjekësve të reality show. Edhe pas përfundimit të eksperiencës në shtëpi, duke se lidhja e tyre nuk ka mbetur vetëm brenda lojës, çifti vazhdon të mbajë simbolin e atij momenti të veçantë, unazat që shkëmbyen gjatë ceremonisë, të cilat janë kthyer në një shenjë të vazhdimësisë së raportit të tyre. Së fundmi Mateo ka ndarë në rrjetet sociale një foto ku shfaqet duke i mbajtur dorën Brikenës. Në fokus të imazhit bien pikërisht unazat që të dy vazhdojnë t'i mbajnë, duke nxitur reagime dhe komente nga ndjekësit e tyre. Postimi është interpretuar nga fanët si një konfirmim i qartë se marrëdhënia e tyre po vijon edhe jashtë kamerave. Lidhja e Brikenës dhe Mateos duket të po ecë me ritme të qëndrueshme pavarësisht distancës gjeografike mes Kosovës dhe Shqipërisë. Dyja po vazhdojnë të takohen dhe të kalojnë kohë së bashku, duke treguar se raporti i tyre nuk është ndikuar nga largësia. Për shumë ndjekës, ata mbeten një nga çiftet më të komentuara të këtij edicioni.